Laerti nxjerr në pas të kretet e produksionit të Big Brother VIP zbulon edhe të vërtetën për qëndrimin e Gjistit në Big Brother, tani është i tepërt. Laert Vasili, një nga banorët më të diskutuar të Big Brother VIP, ka bërë një deklaratë befasuese që ka tërhequr vëmendjen e gjithë mediave por edhe ndjekësve të programit. Gjatë një bisede me moderatoren Rozana Radi, Laerti zbuloi se është mbrojtur nga produksioni në disa situata, duke e pranuar vete duke sugjeruar se ka pasur një intervenim që e ka ndihmuar që ai të mos dalë keq në sytë e publikut. Teksa e intriguar nga ky fakt, Rozana i kërkoi më shumë detaje nga Laertit, teksa e pyeti se pse e kanë mbrojtur, e biseda u ndërprej me shpejtësi pasi kamerat e produksionit u larguan nga transmetimi. Laert, i njohur për karakterin e tij të fortë, por gjithashtu edhe për sinqeritetin e tij, duket se nuk e ka fshehur të vërtetën teksa ju drejtuar Rozanës. Për disa gjëra mbrohem nga i lartë. Regjia heq kamerat kur unë mund të flas ndonjë broçkull. Nuk mund ta mohoj këtë pasi edhe fansat e shohin. Ishte deklarimi Laertit teksa kamera u hoq pas këtij momenti. Teksa nga ana tjetër, ajo shprehur edhe për mendimet e tij rreth Gjistit, teksa i ka thënë se tani duket se nuk ka asgjë për të ofruar në qëndrimin e tij në shtëpi, duke u shprehur: "Çfarë po bën tani? Hiç kod. Çfarë do të bëj tjetër në shtëpi? Ka kohë që e njohim njëri tjetrin dhe kjo ka ndikuar në mbajtjen e ambientit të qetë. Edhe disa persona që i bënin kundra rolit kanë hikur, disa të tjerë që u rifutën, nuk u rifutën si armiq, por si miqtë e tij. Duket se dhe luja e Gjistit ka rënë në qetësi, nuk kam asgjë të bëj." Ishte më parë edhe Egli, me të cilin krijonte dinamika, por tani më që ajo i ka injoruar, duket se është më i zhytur në depresion se kurrë. U shpreh Laerti për Gjistin.